Kërkuat recetën e kuleçve dhe ja pra ku i keni. Ndiqeni recetën dhe i provoni dhe më shkruani në koment si do ju dalin. Shikoni pak si kanë dalë. Shikoni pak. Kanë dalë brenda. Bëni recetën si unë e kam shpjeguar dhe më thoni si do ju dalin. Ja duhet 1 kg miell. Tani kjo është mënyra ime, kush e cili ka mënyrët e veta, unë i bëj kështu dhe më dalin shumë të mirë. Sot buke. Dhe krip. I shtojmë miell mistri. Kaq, 1 dorë. Dhe i trazojmë të gjitha bashkë. Më pas do hedhim kos. 1 kokër vezë. Mistri. Me sy. Atë trazuar duke hedhur ujin e ngrohtë. Jo shumë të ngrohtë. Do i hedh akoma ujë sepse nuk mjafton 1 gotë. Sepse është shumë miell për ta arsye. Domethënë masën e ujit ja hedhim gjithmonë me sy. E shikojmë sa nevojë ka brumi, nuk është se është një masë fikse. Brumi është shumë i butë, nuk ka dalë brumi fort, që kuleçët të dalin të fort. Dhe tani kaloj te tavolinë e punës. Po mundojmë ta bëj me 1 dorë sepse me dhëm dora tjetër. Ja pra punojmë brumin në këtë mënyrë derisa të na bëhet një trup. Dhe mos na gjisi në përduar si tani. Pasi kam punuar, ky është rezultati. Dhe tani do ta lë gjysmë ore, 25 minuta të pushoj. Dhe më pas, fillojmë nga pjekja. Me një plasmas nga lart, i vendos edhe një pece tjetër për ta ruajtur më mirë temperaturën dhe e bën ardhjen më shpejt. Tani kush më njeh mua se këtu në TikTok kam shumë nga lagja ime dhe di shumish unë jam rritur në brum, se babi im ka patur fort buke. Kështu. I hedh një pecet nga lart dhe e lëm të na vi. Dhe tani që kuleçët të fryen kështu, shikoni çfarë do bëj. Bëni metodën me luk sepse e ndihmon shumë që kulaçi të fryhet dhe të bëhet butë nga brenda dhe të ketë atë bashllukun që mund ta mbushim me çokoladë ose me djathë, me çfarë të doni. Dhe kështu vazhdojmë me pjesën tjetër të kuleçëve dhe në fund do t'ju tregoj rezultatin dhe për më shumë video të tilla më ndiqni.